Do të kemi nisjen e këtij procesi, i cili duke patur parasysh kompleksitetin e kësaj çështje, mira faqe hetime dhe fashikuj hetimor të prokurorisë së posaçme, e cila hetoi për më shumë se 3 vite mbi aferën e ashtëquajtur të privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani, pritet të jetë një proces i cili do të marrë relativisht një kohë të gjatë, duke patur parasysh që 7 muaj u deshën vetëm në seancë paraprake, mendohet që sigurisht që ky proces, ku do të ketë edhe qindra dëshmitar me shumë gjasa, do të marrë një kohë relativisht shumë të gjatë për të patur një vendim nga ana e shkallës së parë e trupës gjykuese të GKK-s. Gjatë këtyre ditëve ka pasur shumë komente në fakt kryesisht në media lidhur me afërsinë që kryetarja e trupës gjykuese ka me një deputete të Partisë Demokratike. Nuk e di nëse ka pasur shqetësime të tilla ndoshta nga prokuroria apo nga Sigurisht që duke patur para një herë, ky është një perceptim i krijuar nga shkrimet mediatike e Esmeralda, nuk ka konstatuar asnjë pretendim të caktuar qoftë personave pandehur apo palëve në këtë proces, siç është organi procedues në këtë rast, pas edhe gjykata që ka pranuar kërkesën për gjykim të kësaj dosje. Sigurisht që Shqipëria është një vend i vogël, dikush do të jetë i afërm i dikujt, në këtë rast edhe qoftë edhe i gjyqtarëve të posaçëm, por nga ana tjetër janë parashikuar edhe të gjitha filtrat dhe kontrollet apo procedurat për të parandaluar pikërisht konfliktin e interesit. Deri në këto kushte, kryesuesja e trupit gjykues, Elsa Ulliri, e cila ka gjykuar edhe dosje dhe po gjykon edhe dosje tjera të rëndësishme fakt për politikanë të tjerë në vend, qoftë mazhorancës apo edhe përfaqësues të opozitës, deri në këtë moment nuk ka paraqitur një kërkesë për gjendjen e saj në kushte papajtueshmërie apo interesi në raport me personat e pandehur të dosjes Partizani, përfshirë këtu edhe zotin Berisha për shkak të funksionit të tij politik, dhe duke patur parasysh që nuk kemi një që konstatim të tillë fillimisht nga vetë nga ana e trupës gjykuese, nuk mund të hamendsojmë, po themi se mund të ketë një zhvillim edhe në këtë drejtim. Megjithatë mbetet për të parë në vijim. 7 vjet i është dashur gjykatës të marrë një vendim për një paditë, zotit Rama, ndaj ish-kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha. Një kohë shumë e gjatë. Duke patur parasysh problematikat që ka sistemi gjyqësor pas procesit të vettingut apo reformës në drejtësi, gjykimet në gjykatën civile patjetër që janë një shqetësim i shprehur edhe në raportet ndërkombëtare apo gjetjet e organizatave të ndryshme, kështu që është një kohë, po themi, që i përshtatet kohës edhe volumit apo problematikave që janë shfaqur. Megjithatë, më e rëndësishme se sa koha, besoj që është vendimi ku gjykata e Tiranës, e konkretisht dhoma civile, ka rrëzuar padinë e cila është depozituar në atë kohë nga kryeministri Rama ndaj ish-kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, sot kreu i Euroatlantikëve, për shkak se ai kishte bërë disa deklarata në këtë kohë, më datën 22 tetor të vitit 2018, të cilat zoti Rama pretendonte që janë deklaratat pavërteta dhe për këtë madje kërkonte një dëmshpërblim në vlerën e 1 milion lekëve të reja, e po ashtu edhe detyrimin e të paditurit që të përgënjështrojë këto deklarata. Sipas kërkimeve që kemi bërë, na rezulton që në këtë konferencë për shtyp të kohës, pra më 22 tetor të vitit 2018, Lulzim Basha, në cilësinë e kryetarit opozitës në atë kohë, artikulonte lidhur me një operacion që po zhvilloi ato ditë, ku arrestuan disa personazhe të njohur të botës së krimit, por që sipas ish-kreut të opozitës në atë kohë Lulzim Basha duhet të arrestojë dhe Vangjush Dako dhe madje sipas tij ish prokuroria e krimeve të rënda dhe kryeministri Rama kishin mbrojtur arrestimin e Vangjush Dakos në atë kohë, duke përmendur edhe akuzat të tjera në drejtim të kryeministrit, por dhe qeverisë. Ka qenë ky pretendimi që ka patur zoti Rama në raport me këtë paditë ngritur ndaj Lulzim Bashës, por që tashmë është pushuar nga ana e gjykatës dhe pritet në fakt nëse do të kemi edhe një ankim të këtij vendimi të gjykatës shkallës së parë në gjykatën
e i reduksionit përgjithshëm të apelit, ku duhet zbatohet dhe afati prej 15 ditësh, ndoshta avokatët e kryeministrit, të cilët janë angazhuar me këtë paditë, do të kundërshtojnë këtë vendim të gjykatës në apel për të patur një proces i cili duhet të vijojë mbi dëmshpërblimin që kërkon kryeministri Rama, por dhe për gënjeshtimin e këtyre deklaratave të bëra nga Lulzim Basha. E kuptoj. Mirë, duket se sot ka pasur edhe disa seanca të tjera që janë shtyr, ajo e plumbit të artë, por edhe një seancë ndaj zonjës Albana Vokshi, apo jo? Në fakt janë shtyr seancat për shkaqe procedurale. Fillimisht pritej me interes dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej, i cili po zbar 10 ngjarje kriminale në qytetin e Elbasanit gjatë viteve 2018-2022. Është shtyr për shkak se mungonin 2 avokat të personave të marrë të pandehur në këtë mega proces, ndërkohë që bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej ishte i gatshëm në sallë për të vijuar me dëshminë, ndërkohë që nga ana tjetër edhe një proces tjetër për shpifje, këtë rast ku është paditur deputetja demokrate Albana Vokshi nga biznesmenja Vilma Nushi, lidhur me deklaratat e saj mbi këtë biznesmene, kryesisht në Komisionin Hetimor Parlamentar për sterilizimin. Seanca është shtyr për shkak të mungesës së deputetes demokrate, e cila ndodhe jashtë vendit, dhe seanca radhës u la për datën 19 qershor, aty ku dhe do të mbaj qëndrimin pikërisht prokuroria e posaçme në raport me këtë dosje, e më pas pritet edhe vendimi i gjykatës nëse do të cilësohen shpifje deklaratat e Albana Vokshit në drejtim të deputetes, në drejtim të biznesmenes Vilma Nushi, apo do të kemi një vendim pavajësie për të. Faleminderit Eni. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.